Poliglotja e popit. Dua Lipa befason me këngë në gjuhën e vendeve ku këndon. Ajo flet anglisht, shqipen e kanë gjak. Me spanjishën ja del më shumë se mirë, frëngjishja rrjedh natyrshëm, gjermanishtja edhe ajo s'është pengesë. Dhe nëse gjuhët janë drejtaret e drejt botës, Dua Lipa duket si ka hapur gjitha. Artisja kënaqëri kombëtare shqiptarëve është më shumë se një emër i madh në muzikën botërore, është një fenomen kulturor që sfidon kufit dhe stereotipet, që performon me energji të pangatërueshme dhe komunikon në një univers të tërë pa pasur nevojë për përkthyes. Sot ajo është në qendër të vëmendjes, o vetëm për hitet Levitating, One Kiss apo Houdini, por dhe për një element të ri, markën e saj, surprizat lokale në çdo qytet ku ndalet gjatë turneut botëror. Dua Lipa i dedikon një moment veçantë një artisti vendas dhe e bën këtë në gjuhën e vendit. Në Australi është ngritur me këngët e Kylie Minogue, Natalie Imbruglia, Tame Impala. AC/DC në Zelandën e Re ka kënduar Lord, në Spanjë Enrico Iglesias dhe Manu Chao, në Gjermani ngjalli nostalgji me Scorpions dhe në Francë arriti kulmin me triologji që ndezi rrjetet sociale, Indila me Dernière Danse, Daft Punk, Get Lucky dhe Alize Moi Lolita. Kjo qase ka kthyer në sensacion të ri digital, video të fansave që reagon mes emocioneve dhe kënaqërisë për këto omazhe të papritura, por qarkullojnë virale në rrjete. Komentet janë pafundme. Më 7 qershor Dua Lipa mbrin Milano për koncertin në radhës. Tifozët italian po presin me ankth se çfarë do sjell në skenë. A do jetë një këngë e Minas, një hit i Gianna Nanninit apo ndoshta diçka e papritur për Adriano Celentanos.